ata të cilët sot janë rrugë për mënyrën sepse çfarë ndodh? Nga e gjithë situata e cila është krijuar në Shqipëri, të gjithë fijet të çojnë tek personi i cili sot është drejtuesi i qeverisë. Dhe çështja e pandëshkueshmërisë që juve pretendoni dhe Bashkimi Evropian thotë që ka arrit për shkak të SPAK-ut, a mund të shkojë në nivelin që duhet normalisht në rastin konkret, qoftë edhe të pyetet për çështjen e incineratorëve, si firmosi ato si që ka zakon ai, ose në çështjen e Albanian Files, që në rastin konkret porositën leje ose jepen shuma parash 60 euro për metër katror, nga njerëz të cilët sot nuk dihen a do ndërtojnë as do të ndërtojnë. Dhe këta pa lejen dhe pa orientimin e kryeministrit nuk mund të ndodhin. Kjo është e gjithë, ky është diskutim në raport dhe ishte komenti i juaj, drejtuesi u dha përgjigjet për katse, pastaj komenti ishte i lirë, ju jeni të lirë bëni komentin tuaj. Faleminderit edhe për koncizitetin e komentit, e vlerësoj. Zoti Qomo ka radhën për pyetje dhe pastaj zonja Hoti nga kolegët e opozitës. Faleminderit kryetar, unë kisha disa pyetje. Lidhje me masat e sigurimit, shohim një ulje me 53.4% përdorimit masës arrest në burg dhe orientimi më i madh drejt masave alternative për bërë një zhvillim pozitiv ky në drejtim të respektimit parimit, proporcionalitetit dhe standardeve të drejtave të njerëzit. Por pyetja ime është këtu, mbi cilën kategori personash janë llogaritur këto përqindje, pra për gjithë personat në hetim apo vetëm për ata për cilët është kërkuar apo caktuar një masë sigurimi. Së dyti, kemi një raport sa kërkesa arrest në burg janë pranuar dhe sa janë rrëzuar nga gjykata, pra një raport midis këtyre kërkesave. Sa herë nga ana juaj janë kërkuar masa alternative dhe a ka një mënyrë monitorimi kozgjatja dhe proporcionaliteti para burgimit në raport me rrezikun procedurial, kompleksitetin e çështjes dhe dënimin përfundimtar? Sërish, një pyetje, SPAK ka treguar vëmendje ndaj politikës penale të masave të sigurimit, pra. Dhe është reduktuar ndjeshëm para burgimit. Ashtu si kundër e tham, por çfarë masash organizative mund të merren nga SPAK-u për përshpejtimin e hetimeve në çështjet me personat paraburgosur, pa cënuar cilësinë e hetimit dhe pa ndërhyrë në kalendarin gjyqësor. Dhe analizojnë sistematikisht shkaqet e zgjatjes së procedimit për çështjet që janë me i mas sigurim. Arrest në burg. Në lidhje me zbatimet e vendimeve të Gjykatës Evropiane të Drejtave të Njerëzit, raporti vjetor i SPAK-ut i referohet jurisprudencës Gjykatës Evropiane për Drejtat e Njerëzit si standard orientues si në analizën e masave të sigurisë, ashtu dhe unifikimin e metodologjisë hetimore për marrjen e provave. Ky është një angazhim i drejtë institucional që tregon se institucioni e njeh Strasburgun jo thjesht si instancë kontrolli, po si burim standardi për punën e vet. Kur Gjykata Evropiane e Drejtave të Njerëzit konstaton shkeljet në një 2 ose 3 konventës në aspektin procedurial, pra kur gjenë se një hetim nuk ka qenë efektiv, lind sipas në 46 të Konventës Evropiane për Drejtave të Njerëzit, një detyrim juridik detyrues i shtetit për të ndrejtur atë mangësi, në mbikëqyrjen e Komitetit Ministrave të Këshillit të Evropës. Kur këto procedime bien kompetencë lëndore të SPAK-ut, detyrimi ndërkombëtar i shtetit shndërrohet në praktikë në detyrim institucional të SPAK-ut. Megjithatë, raportimi vjetor nuk përmban 20 veçanë mbi ecurinë e këtyre procedimeve, çka e bën të pamundur Kuvendin të verifikojë nëse detyrimet që rrjedhin nga vendimet e Strasburgut po përmbushen realisht. Dhe pyetja është si i trajton SPAK në nivel institucional procedimet që burojnë nga një vendim i Gjykatës Evropiane të Drejtave të Njerëzit me detyrim sipas në 46 të Konventës Evropiane për Drejtat e Njerëzit. A gëzojnë ato një status prioritar të përcaktuar në kriteret e brendshme të prioritizimit, apo trajtojnë si çdo procedim tjetër? A ka institucioni një mekanizëm të strukturuar për të identifikuar dhe adresuar konkretisht mangësitë hetimore që gjykata ka konstatuar, përfshi linjat hetimore që janë lënë të pa eksploruar? Faleminderit. Faleminderit zoti Qomo për 3-4 pyetje tuaja, 3 pyetje, po jam i qartë. Zoti
Bravo? Shpresoj të kemi mbajtur shënim të gjitha, nëse besoj po. Për sa i përket masave të sigurimit, ne kemi paraqitur të dhëna në raportin vjetor dhe në faqen 43 të këtij raporti është një tabel që referohet masat e sigurimit të zbatuara ndaj personave në hetim të regjistruar në vitin 2025. Në këtë tabel kemi përshkruar se gjithsej janë të vendosura 110 masa sigurimi arrest në burg në nivel institucioni. 15 prej tyre janë të lidhur me vepra penale të natyrës korruptive, 93 lidhen me krim organizuar. Mas sigurimi munges janë 65 të pa ekzekutuara, ku vetëm 5 prej tyre lidhen me vepra penale të korrupsionit, të natyrës grup vepra të korrupsionit. Dhe pastaj numri tjetër që përket masave të sigurimit, që janë gjithsej nuk kemi do një llogaritje të saktë, por po e citoj më mirë, janë 29 me masë sigurimi arrest në shtëpi, 78 me masa të tjera alternative dhe 152 persona janë pa masë sigurimi. Këto janë të dhënat që përmban raporti dhe këto janë masat që janë zbatuar. E dhëna që u kërkoni se çfarë është kërkuar dhe çfarë është vendosur nga gjykata është një dhënë që nuk e përmban raporti dhe unë nuk mund ta nxjerr në këtë moment të dhënë statistikore, por është objekt i zbatimit të rekomandimeve të vitit kaluar të Kuvendit dhe sigurisht do të pasqyrohet. Si kontrollohen masat e sigurimit në gjykatat e posaçme, mandi mund të them që është vetëm një gjykatë mbase në Shqipëri që zbaton këtë procedurë, masat e sigurimit arrest në burg verifikohen çdo 2 muaj. Pra çdo 2 muaj gjykata rishqyrton çështjen dhe çdo 2 muaj prokurori informon gjykatën për ecurinë e hetimeve dhe vazhdimsinë e nevojave të sigurimit. Kjo është për sa i përket fazës së hetimeve, pastaj kur kalon çështja në gjykim, gjykata e ka të gjithë informacionin e nevojshëm. Për sa i përket analizës lidhur me zgjatjet e hetimeve për personat me masë sigurimi arrest në burg, duhet të kuptojnë që në fazën e hetimit afatet procedurale të parabugimit për këta persona janë strikte dhe nuk të toleron ligji që të bërë zgjatje të pajustifikuara te atyre afateve ligjore sipas grupeve të veçantave që klasifikohen nga maksimumi i dënimit të parashikuar në dispozit. Prokurorët janë të pavarur në vendimarrjet e tyre, vendimet për zgjatje merren vetëm nga prokurorët e çështjes, nuk është si njërin kohë që duhet të konfirmohesh nga detyruesi i prokurorisë, por është i kontrollueshëm ky veprim në çdo kohë nga gjykata dhe nga fatet e parashikuara nga ligji. Për sa i përket rasteve të Gjykatës Evropiane të Drejtave të Njeriut, spaku mund të ndikohet nga ato vendime në çështjet për të cilët është përfunduar gjykimi përfundimtar dhe gjykata mund të ketë një vendim favor të panderë, është një shkak për rishikimin e vendimit, që në kujtesën time nuk kemi pasur në rast të tillë, ose në rastet kur Gjykata Evropiane e Drejtave të Njeriut mund të konstatuar shkelje të dispozitave të përkatëse dhe dikton nevojën e zhvillimit të hetimeve. Në spaku gjatë kësaj periudhe 6 vjeçare ka patur vetëm 2 raste të tilla. Nuk do t'i përmend rastet. Njëri prej rasteve duhet të themi që në kohën që është marrë vendimi i gjykatës së Strasburgut, prokuroria kishte vepruar para vendimarrjes së gjykatës. Dhe vendimi i gjykatës së Strasburgut erdhi në përputhje me vendimarrjen e prokurorisë së posaçme, çështja është në gjykim në shkallë të parë. Çështja tjetër është në fazë hetimi dhe çështjet e kësaj natyre për shkak edhe të mënyrës se si njoftohet institucioni, por edhe për shkak të shkeljeve që konstaton gjykata, përfshihen në listën e çështjeve prioritare të spakut në prioritetet që ngrej institucionin dhe prioritetet që kanë prokurorët e çështjeve. Dhe
është duke jetuar me prioritet. Pastaj rezultatet hetimore varen dhe nga rrethana tjera objektive, të pavarur nga vullneti i grupit hetim. Faleminderit. Faleminderit zoti Bravo. Radha për pyetjeve për zonjën Hoti, antare e këtij komisioni. Faleminderit kryetar. Zoti prokuror, ju tha që për SPAK-un të gjithë janë të barabartë para ligjit, që kjo është një nga parimet themelor të shtetit të së drejtës, por realiteti tregon që drejtësia ka vepruar me standarde dyfishta, për vetë faktin që zyrtarët e lartë të qeverisë, për të cilët janë bërë akuza publike për shkeljet e barazisë në tendera, korrupsion, pastrim parash, nuk janë kërkuar masa sigurimi, ndërkohë që ndaj drejtuesve të opozitës janë vendosur masa të gjata kufizuese. Dhe po u asjell konkretisht, prej rreth 3 vitesh, lideri i opozitës, kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, mbahet në masë sigurimi. Fillimisht detyrim paraqitje, ndalim dalje e shteti, 1 vit arrest shtëpie, dhe sot është detyrim paraqitje 2 herë në muaj. Cila është nevoja, rrethanat konkrete, që Sali Berisha duhet të paraqitet 2 herë në muaj përpara SPAK-ut. Ndërkohë që zoti Berisha ka aktivitet publik çdo ditë dhe është e verifikueshme që është në vend dhe nuk ka asnjë arsye që kjo masë të vazhdojë të jetë në fuqi. Por duket qartë që është për përdorim politik. Ashtu siç edhe kryetari i Partisë së Lirisë, zoti Meta, vazhdon të mbahet në arrest në burg dhe këtu dua t'ju shtroj edhe si pyetje zoti prokuror, për sa kohë kanë përfunduar hetimet, pse vazhdon të mbahet në masë në arrest në burg zoti Ilir Meta, ndërkohë që Belinda Balluku, pavarësisht se ka akuza të rënda për shkeljet e barazisë në tendera, korrupsion, pastrim parash, sot që flasim, ish zëvendës kryeministra vazhdon të jetë e lirë dhe rrezikon të prish prova, të intimidojë dëshmitarët, ashtu siç ka dalë edhe në përgjime. Pse tani që vetë SPAK që ka bërë publik rëndimin e pozitës së Belinda Ballukut me dyshimet për korrupsion dhe pastrim parash, nuk i drejtohet Kuvendit Republikës Shqipërisë me kërkesën për heqjen e imunitetit dhe arrestimin e saj. Në dhjetor, pasi pozita penale e ish zëvendës kryeministres u rëndua për të njëjtën vepër penale, SPAK e ashpërsoi kërkesën për masën e sigurimit nga ndalimi i daljes jashtë shtetit tek kërkesa për heqjen e imunitetit dhe arrestimin e saj. Kush po e pengon prokurorinë e posaçme të zbatojë ligjin? Kur ligji e thot qartë se kur rëndohet pozita penale, duhet të rëndohet edhe masa e sigurimit. A ka ndërhyrë kryeministri Edi Rama për të shtyrë të paktën deri në shtator zbatimin e ligjit për çështjen Balluku? Si garantoni qytetarët se SPAK-u zbaton të njëjtin standard ndaj çdo zyrtari apo politikani, pavarësisht përkatësisë politike dhe se drejtësia nuk perceptohet si selektive? Në çështjen ndaj zotit Berisha, SPAK ka ngritur akuza që lidhen me një proces ku përfitues kanë qenë ish pronar, që ka qenë pjesë edhe ish programit të Partisë Demokratike. Dhe nga ana tjetër, për ligje me efekt nominal që favorizon një subjekt privat me 4.2 milion euro nga fondet publike, dua t'ju pyes që a ka nisur SPAK një hetim ndaj kryeministrit Edi Rama? A ka nisur SPAK hetim ndaj kryetares së Bashkisë Kurbin, lidhur me administrimin e fondeve të rindërtimit pas tërmetit të vitit 2019? Dhe nëse po, në çfarë faze ndodhet ky hetim? A konsideron SPAK se ka elementet e veprave penale të korrupsionit apo shpërdorimit të detyrës në procesin e rindërtimit në Kurbin, duke patur parasysh denoncimet publike dhe faktin që shumë qytetarë sot vazhdojnë të jetojnë në pallate të pabanuara, shumë qytetarë nuk kanë marrë banesat e tyre, nuk kanë marrë bizneset e tyre dhe vazhdojnë të mos u dorëzohen pronarëve dhe po përdoren për qëllime elektorale? A mendoni se mos veprimi përballë këtyre denoncimeve cënon besimin e qytetarëve tek drejtësia? Dhe kur mund të presin qytetarët përgjegjësi ligjore për çdo abuzim që ka ndodhur me fondet e rindërtimit në Kurbin? Faleminderit. Këto ishin gjitha komente, qëndrime, pyetje. Okej. Unë si ndaj do t'i ndaj vetë drejtuesi që besoj që i ka mbajt shënim pyetjet. Faleminderit zonja Hoti. Në fakt, gjitha pyetjet tuaja lidhen me çështje konkrete dhe unë nuk kam koment për asnjë çështje konkrete. Secili person që
ka një proces gjyqësor, kushdo qoftë ai, ka të drejtën që të kundërshtojë vendimarrjet e SPAK-ut, ka të drejtën të dëgjohet gjykat, dhe është gjykata që ka kompetencën të përcaktojë çfarë është e drejtë dhe çfarë është e gabuar. Kundër të vendimit të gjykatës, ekziston edhe tankimi në gjykatat më të larta. Kështu që unë nuk kam një koment për çështjet që ju përmendët. Për sa i përket ndërhyrjeve të kryeministrit, nëse ju mendoni, nëse keni prova, paraqitni ato për ndjekje penale në organin kompetent. Unë qëndroj të njëjtin mendim që janë të gjithë barabartë para ligjit. Edhe kam bindje këtë gjë. Për çështjet e tjera që u pyetët për lidhur me Bashkinë Kurbin apo rindërtim, unë nuk mund të as konfirmoj, as të mohoj ecurinë e hetimeve, dhe as të diskutoj se nuk është as vendi në këtë komision. Personat që kanë paraqitur kallëzim penal ka të drejtën për secilin kallëzim të kërkojë informacion për ecurinë dhe të njoftohen sipas rregullave që parashikon Kodi i Procedurës Penale. Faleminderit. Po, faleminderit zoti Brau, zonja keni ju koment? Ajo, pyetën mbaruan, që të bëni koment, bëni koment. Thjesht për qartësi ndaj qytetarëve, zoti kryetar, me që çështja për rindërtimin në Kurbin ka një rëndësi është shumë e rëndësishme për ata qytetarë atje, mendoj që duhet zoti prokuror të jepi një përgjigje, sepse edhe ndaj prokurorit Dumani të njëjtin pyetje kam patur për kryetaren e Bashkisë Kurbin, Majlinda Carën, që është marrë në hetim kjo kryetare e bashkie për gjitha abuzimet që ka bërë me fondet e rindërtimit, dhe mendoj që sot duhet të jemi një përgjigje qytetarëve që të paktën a ndodhet apo jo në hetim. Okej. Ishte shteruese përgjigja e drejtuesit prokurorisë, kështu që okej, ky ishte tashti, po bëre pyetje konkrete atë përgjigje do marrësh. Besoj se edhe për ju është e qartë, unë kuptoj shumë që besoj ka gjë keni të qartë. Mund t'i bëni një kërkesë me shkrim, t'ja përcjelli komisioni dhe t'ju përgjigje. Kur janë çështje konkrete, zonja Oti. Çështje të tjera askush nuk ju ndryri, mund të bëni sa të doni pyetje. Vjen keq, ju lutem. Të lutem, të jemi korrekt me të paktën reciprokisht. Zonja Kushi, pasaj zoti Strazimiri, i cili është zëvendësues në këtë komision, dhe meqense zoti Klliçi mungon, zoti do mbaroj me antarët e komisionit, po zoti Strazimiri nuk është zoti Klliçi, kështu që konsiderohet antar i komisionit në këtë moment. Zonja Kushi. Po, faleminderit.